përcakton pak a shumë Dhe më fal që të preva përsëri, a mendon që kjo ka dhe një përgjegjësi nga organet e SPAK-u apo GKK-s, kush i nxjerr këto? Qartë. Dhe duhet marrë një masë për këtë? Absolutisht. E para sepse denigron, e dyta sepse këto prova bëhen pazar dhe ndikojnë në një psikologji që vim ke psikologjia e turmave që bërtiqin në kohën e komunizmit tradhtar litar. Po nuk bëhet kështu. Patjetër. Kjo tregon dobësitë akoma të sistemit të drejtësisë, po nga ana tjetër dhe një sistem PR-i të tyre. Ndoshta do na duhesh një analizë tjetër për shkak sepse organet e reja të drejtësisë nga ne asistohen nga ndërkombëtarët. Dhe unë gjithmonë mendoj që kjo politike e tyre duhet të jetë një lloj politike për shkak të antropologjisë tonë e këshilluar dhe me të huajt, që të përgatitet më përpara se politika të ndërhyj një lloj gjendje të njeriut që përballet me drejtësinë. Dhe në këtë rast zonja Balluku, nëse edhe një herë do i marrim të vërteta përgjimit, ka të kaluar të paktën në 2 raste, me unazën e madhe dhe sidomos me tunelin e llogaras. Nga ana tjetër, diskursi i zonjës, mënyra se si drejtohet, paçka sepse ato janë intime, tregon nivelin e nënpunësit tonë. Në këtë rast, drejtësia është ndërfutur realisht për të prerë funksionet e nënpunësit publik me funksionet administrative që ka ajo, por pa e prekur deputeten. Në rast se do e prekte deputeten, patjetër asaj do i kërkonte në këshillin e mandateve, të kërkonte heqjen e mandateve dhe pastaj të vepronte. Këtu tash kemi 2 palë. Një palë që pretendon për gru shteti dhe ndoshta kjo mund të preki dhe zotin Rama. Unë nuk e besoj se kjo do e preki ndonjëherë zotin Rama, verse zoti Rama te kalon kompetencat e tij dhe shkon në veprime të cilat shkaktojnë probleme për sovranitetin e vendit. Atëherë mund t'i kërkohet që ai të pengohet në pjesën e urdhrit, por jo në pjesën të themi si deputet ose në pjesën e qëndësisë të tij në parlament.